histori ka mbyllur shumë kohë më parë në një fshat të vogël të Francës. Kur mulligjiu I vjetër I fshatit vdiq, trashëgoi pasuritë që kishte 3 fëmijëve të tij. Ishin pak prona që kishte arritur t'i zotëronte gjatë gjithë jetës së tij me shumë mundime. Djali I madh mori mullirin. Djali I dytë mori në pronësi mushkën. Djali më I vogël që kishte pak vullnet për të punuar, mori në pronësi një maçok të vogël. Atëherë miku im, si po të shkoni jeta? Tani gjithçka është e kotor, mik, unë të kam kapur dhe nuk më shpëton dot. Maco, ku je? Të kam sjellur darkën. Më duhet të shkoj, më ka ardhur pronarim. Ja ku jam, erdha për pak. Ja ku e ke bukurosh, është e gjitha për ty. E gjitha për mua është, po ti çfarë do të hash? Mos u shqetëso për mua, fillo të hash. Të jesh kaq bujar në jetë është gjë e mirë, por mund të të sjell edhe probleme. Gjithsesi, faleminderit. Po jeta. As nuk e di si do ja dal mban në jetën time. Të paktën vëllezërit e mi morën disa prona që mund të menaxhojnë mirë jetën e tyre, ndërsa unë mora një maçok. Dhe çfarë di të bëj tjetër një maçok përveç se të kap mi? Mos po më nënvlerëson zotëri. Të më falësh, dëgjova të që thash apo jo? Sigurisht që dëgjova të gjitha, por nëse do të isha në vendin tënd nuk do të shqetësohesha dhe e di pse, sepse më ka ardhur një ide për sosur. Çfarë ideje? Po do më gjesh një çantë dhe një palë çizme që mund të shkojë në pyll dhe thjesht ki besim tek unë zotëri. Pra, ti do një çantë dhe një palë çizme? Po, më jep ato që të kërkoj dhe të premtoj që mund të të tregoj se jam e të vërtetë I dobishëm. Do ta shohësh që fal meje do të bësh një burr I pasur dhe I fuqishëm. Ditën tjetër, djaloshi I ava ato që kërkoi. Dhe maçoku filloi rrugtimin e tij që t'i tregonte pronarit se të kapte mit nuk është specialiteti I tij vetëm. Shikojeni atë maçok me çizme. Dhe për çudi I shkojnë shumë atij. Nuk kam parë kur një maçok aq elegant. Faleminderit zonja, dhe ju pas keni goxha shije. Por ku je nuk e shkuar I veshur me gjithë ato rroba? Nëse synon që të shkosh në pyll, duhet të jesh goxha I kujdesshëm. Çfarë ka atje? Pse duhet të jemi kujdesshëm? Sepse në atë pyll është një kështjell që brenda ndodhet një përbindje shumë I keq. Është e vërtet, na ka treguar një histori të një djali që pa dashje U afroi asaj kështjelle dhe përbind që I ndëshkoi atë me një magji, ku e zhëndëroi në një bretkos. Një përbindësh I lig. Vetëm kur e mendoj me jetë të dridhura, madje edhe këmbët më dridhen. Vetëm ideja e përbindjes të fut frikën e vërtet. Faleminderit për këshillën, zonja. Duhet me patjetër të gjej një mënyrë që të bëj të pasur pronarin tim të vogël. Ai u tregua shumë bujar duke më dhënë darkën ku vetë nuk kishte se ç'të hante, kështu që do t'i tregoj atij se çfarë di të bëj një maçok I zgjuar si unë. Ashtë e kohë të aratisesh, sepse të kam kapur. Jo, prit, nalo. Ku mendon se po shkon, mjaft të tërhoqje, ku po shkon. Ma jep këtu. Mirë, ky më duket një fillim I mbar për të bërë të pasur pronarin tim, apo jo? Dhe kështu, pasi kapi lepurin, maçoku shkoi drejt një qyteti të madh, ku ndodhej një kështjell në të cilën jetonte një mbret me gjithë familjen e tij. Dhe qëllimi I maçokut ton ishte pikërisht ajo kështjell madhështore. Mirëmëngjesi, më falni zotëri. Kush është? Ku je? Jam këtu zotëri, poshtë hundës suaj. Por ti je thjesht një maçok.
Unë nuk jam vetëm një maçok, jam ambasadori i Dukës së Mullirit dhe duhet i dorëzoj mbretit diçka nga ana ime, më kupton? Ha? Kush është ky Duka i Mullirit? Unë nuk e njoh. Madje as nuk e kam dëgjuar ndonjëherë të flitet. Pra ju nuk keni dëgjuar kur për Dukën e Mullirit? Një njeri kaq ignorant nuk mund të jetë roja i kështjellës. Por kaq e rëndësishëm është ky Duka? Sigurisht, dhe nëse nuk i thua që ka ardhur ambasadori i Dukës së Mullirit, për ndryshe unë... Po zotëri, do të shkoj më njëherë. E po mirë dhe kjo u bë. I shkreti rojtar kishte të drejtë për të gjitha. Ai nuk e njihte personin që Maçoku po fliste, sepse Duka i Mullirit nuk ekzistonte. Ishte një sajesë e Maçokut. Ti the Maçoku ambasadorit Dukës së Mullirit? Nuk kam dëgjuar kur të flitet për këtë duk. As unë nuk e kam dëgjuar të flitet kur për të. Ja ku është madhëri? Është një nder madhëria juaj që shok të princesh kaq të mirë. Pra, du me thënë, ju jeni Maçoku ambasadorit Dukës së Mullirit? Duhet të jetë me të vërtet një person i veçantë që ka për ambasador një Dhe maçok. kështu madhëria juaj e kuptoj që ardhja ime në pallat mund të konsiderohet si mungesë respekti, por kam diçka që dua t'ju tregoj me shumë dëshirë. Sa lepur i bukur, nuk kam parë kur Si që ndonjë shikoni këtë lepur të bukur, është një dhuratë për ju madhëria juaj nga Duka i Mullirit. Uroj që me gjithë dëshirën tuaj ta pranoni. Sa i lezetshëm që është. Shikoje, babi. Vërtet, e pranoj këtë dhuratë dhe e dërgojni Dukës falënderimet e mia nga thellësia e Do t'ja zemrës. dërgoj unë madhëri dhe ju siguroj që Duka do të jetë shumë i lumtur kur të dëgjoj se ju keni pranuar dhuratën e tij. Është një dhuratë e përsosur. Falenderojeni Dukën nga ana ime gjithashtu. Gjithë të mira dhe faleminderit o njeri i mirë. Që nga ajo ditë, çdo kafshë që Maçoku arrinte të kapte në pyll, e çonte më njëherë tek mbreti, duke thënë se ishte një tjetër dhuratë bujare nga Duka i Mullirit. Duka është njeri jashtëzakonisht bujar dhe tregon respekt të madh për mbretërinë time. Pikërisht madhëria juaj, Duka i Mullirit është i përkushtuar që të bëjë çdo gjë të mundshme vetëm për ju. Wow, do më pëlqente ta takoja personalisht një burr kaq bujar dhe fisnik. Po ty nuk do të pëlqente? Po, do të më pëlqente shumë. Madhëria juaj, Duka është gjithashtu kurioz që të jetë në gjendje t'ju njohë ju dhe vajzën tuaj të bukur. Çdo ditë Maçoku im kthehet në shtëpi shumë vonë. Dhe isha kurioz të dija se çfarë po bën. Ki besim tek unë pronar, do të bëj një burr shumë të pasur dhe të fuqishëm. Jo, është e pamundur. Aty poshtë ndodhet kështjella e përbindësit të keq. Do t'i vërtetoj se një veprim i vogël me shumë zgjuarsi dhe dinakëri mund të neutralizojë dhe më të fuqishmin. Një ditë të bukur pranvere, mbreti dhe princesha, për të admiruar lulet e sapo çelura, vendosën të bënin një udhëtim me karrocë përgjatë plumit. Sapo Maçoku dëgjoi se ata po udhtonin, ai vrapoi më njëherë tek pronari i tij për ta çuar tek plumi. Po ku e duke më çuar kështu? A mund të më shpjegosh pse më bëre të shkoja deri këtu? Në vend që të më pyesësh kaq shumë, shiko se çfarë ditë e bukur është sot për të bërë një banjë. Eja pra, hiqi rrobat. Jo, prit, çfarë po bën? Nxito pra, hiq dhe kapucët. Sa me nxitime paske. Kërkoj një shpjegim. Hë? Shh. Ata sapo më rritën këtu, duhet të nxitojmë shpejt. Çfarë po thua? Pse do të nxitojmë? Më fal pronar. Ma vjen keq pronar, por ishte e nevojshme. Ki besim tek unë, do të bëj shumë të pasur dhe të fuqishëm. Ai Maçok do të jetë smundur. Ma ndihmoni, ju lutem. Duka i Mullirit rrezikon të mbytet. Musta vall, Duka i Mullirit? Çfarë? Kush rrezikon të mbytet? Ju jeni Duka i Mullirit, zotri? Me mua e keni? Unë jam një duk? Kush? Unë? Sigurisht që po, mbreti ishte shumë kureshtar që të të njihte nga afër Duka. Duka? Por... Po të një keq kuptim, unë në fakt nuk jam Duka i... Duro dhe pak Duk, jemi duke ardhur që të të shpëtojmë. Por unë nuk jam një duk, jam thjesht një djalë që... Më fali madhëria juaj, nuk e prisim që do takoheshim në të tilla rrethana. Gëzojmë që ju takoj. Po çfarë u ndodhi Duka?
E po në të vërtet unë... Jo a shpjegoj, unë Duka kishte përgatitur për ditën e pranverës që të shijonte një banjë tek lumi, por për fatin e keq, disa hajdut erdhën në buzë të lumit, duke përfituar nga momenti i favorshëm i tyre. Ata vodhën të gjitha sendet e tij me vlerë, përfshirë edhe rrobat e tij madje. Unë u përpoqja që t'i ndaloja, por ishte tepër vonë dhe ata ja mbathën bashkë me rrobat e Dukës. Farë situata e sikletshme kjo. Sigurohuni sa më shpejt të përgatisni rrobat për Dukën e Mullirit. Qua jeni të mbaruar, madhëria juaj. Kështu do të bëhem unë, me zdi për një veten. Rrobat ju rrinë shumë mirë. Jeni vërtet shumë elegant, Duka i Mullirit. Më falni për ndërprerjen, por mendoj se është qasti dur të shfrytëzoni këtë mundësi. Këtë zonë Duka e konsideron si kupshtin e tij dhe do të ishte vërtet shumë i lumtur që ta vizitonit. Si mendoni madhëria juaj, a ju duket ide e mirë? Them se është një ide e përsosur. Gjithmonë mund të përfundoj në të lashme me këtë. Ky është një mendim shumë i mirë. E jani me ne, Duka. Po, Ki besim tek unë të siguroj se çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Shumë mirë, atëherë do t'ju udhëzoj për gjatë gjithë rrugës. Më ndiqni u lutem, ejani pas meje. Besoj që Maçoku e di se ç'po bën. Duke i njohuar hezitimin e pronarit të tij, Maçoku e çoi karrocën mbretërore drejt një kodre të mrekullueshme, të mbushura plot me lule. Dhe përgjatë rrugës i çoi ata në një lujinë të pasur me kullota e livadhe të ndryshme. Nuk kam parë kur një karrocë si kjo përreth vendit. E çuditshme, sepse këtu nuk jeton asnjë burr fisnik. Hey, njerëz, hapni mirë veshët. Po ju, kush jeni nëse më lejoni t'ju pyes? Së shpejti do të kaloj mbreti personalisht nga kjo rrugë, dhe nëse mbreti ju pyet se cili ti përket firma dhe toka këtu përreth, do t'i thuash se të gjitha i përkasin Dukës së Mullirit. Çfarë? Dhe kush është Duka i Mullirit? Dhe pse vallë duhet i themi mbretit një përgjigje të tillë? Ma dëgjoni mirë, nëse nuk bëni pikërisht atë që ju them, zërimi i lartë si bubullim do t'ju bëj që të punoni ditë e natë. A isha i qartë me këtë që thash? Një ditë më tha gruaja që kishte parë një maçok me çizme ku shkoi në një pyll që jeton një përbindësh i keq dhe nuk e kishte parë më që ishte kthyer. Seriozisht e ke? Atëherë dhe ky maçok gjithashtu mund të bëj magji të liga si ai përbindësh që ndodhet në pyll, apo jo? Kjo firmë është e jashtëzakonshme. Dhe është shumë i madh. Hey, njeri i mirë, a mund të më thua se cilit i përket gjithë ky vend këtu? Patjetër madhëria juaj, i përket Dukës së Mullirit. Mirë. Dhe gjithë kjo tokë i përket krejtësisht atij? Po, madhëria juaj, duke filluar nga fillimi deri në fund të tokës në fije e fundit të barit që shihni, i përket vetëm Dukës së Mullirit. Po si a do li vallë ky Maçok të përgatis gjithë këtë sajes? Përgëzimet e mia, Duka i Mullir, ju jeni njeri shumë i pasur për moshën që keni. Faleminderit madhëria juaj, kjo lutoja mos kushtin fare si klasikleti. E po mirë, pra, ka më shumë punë për të bërë. Dhe kështu, fal Maçokut me çizme, çdo person që mbreti takonte i përgjigjeshin. Po, gjithçka i përket Dukës së Mullirit. Mbreti ishte i habitur, por edhe i lumtur që kishte njohur një burr kaq të pasur dhe të dashur. Madje, princesha ishte mahnitur nga pasuria që ka Duka, por mbi të gjitha, ajo ishte magjepsur nga thjeshtësia që kishte djali. Kisha kohë që imagjinoja shumë herë se si mund të ishte Duka i Mullirit dhe dua të them që ke sy të bukur dhe je i sjellshëm, ashtu siç e mendoja. Faleminderit princesë. Ndërkohë, Maçoku me çizme shkoi në pyll, duke u drejtuar për të kështjella e përbindësit të keq. Në të vërtetë, pronarja e saj kështjelli ishte shumë i pasur dhe i fuqishëm. Përbindësi nuk sotëronte vetëm kështjellën dhe pyllin, por madje të gjithë kodrat dhe luginjat kur karroca mbretërore po udhëtonte me udhëzimet e Maçokut atë ditë. Forca, pra kjo është gjëja e fundit që më ka ngelur të bëj. Pra në fund të fundit është vetëm një përbindësh i keq. Më duhet të përballem me të që të ndihmoj pronarin tim. A ka ndonjë në shtëpi? Zoti përbindësh, a mund të hapni portën? Çfarë është kjo shaka pa krip?
pa shiko sa e madhe që është. Më thuaj se kush je, që po më thërret në këtë orë dhe po më shet son. Jam një udhëtar, po kaloja në këtë anë dhe duke të njohur si një person i rëndësishëm, fama e të cilit ka te kaluar kufit, mendova të kaloja këtej. Dhe e di që është e pahishme nga ne me të vi pranë kështjellës suaj pa të shprehur respektin tim, por ja ku trokita tek ju dhe ja pra ku ndodhem unë pranë jush. E po në rregull, mund të foteni brenda. Jam duke ardhur sot i përbindesh, por ku ndodheni nuk ju shoh gjë kundi. Më thoni pak, ku të shkoj? Nuk e prista kaq të madh përbindeshin. Në fakt nuk isha njohuri të tira rreth hyr sot i përbindesh i madh, por në fakt unë. Më thuaj pra Maçok, që fama ime ti kalon me të vërtet kufit. Fama për të cilën fole. Dua të di se çfarë thon për mua njerëzit e fshatit. Po, sigurisht doja të them me një herë, ju jeni shumë të famshëm tek njerëzit në të gjithë fshatin, veçanërisht tek vajzat e bukura që mendojnë për ju. Thonë që ti je shumë agjepsës. Shikoj që pas kanë goxha shije. Dhe kjo nuk është e gjitha, njerëzit flasin shumë për fuqitë tuaja të fuqishme, magjike. Shumë mirë, shoqe, pas kanë kuptuar. Madje thonë që ju mund ta transformoni veten në kafshët më të mëdha e të egra. A është e vërtet kjo, zoti përbindesh? Sigurisht që është e vërtet, madje ti more Maçok Pisanios që vënë dyshim ftesitë e mia? Ju a demonstroj unë fuqinë e jashtëzakonshme magjike që kam. Kështu që dyshimet e mia do të zhduken. Kjo nuk është ende asgjë Maçok. Atëherë çfarë mendon? A nuk është e përsosur? Pa, sigurisht zotëri është e pabesueshme kjo. Është më tepër se kaq, sepse unë jam një gjendje të shndruar me çfarë lloj kafshë që mundem. Atëherë Maçok, a ke ende ndonjë dyshim? Ja, zotëri, ju jeni të jashtëzakonshëm në shndërrimin e kafshëve të mëdhenj. Por, a jeni në gjendje të shndërroheni në një kafshë të vogël fare? Ti mendon se për këtë nuk jam i afton? Ja, dua vetëm një demonstrim nga ju. E po në rregull, do të tregoj se jam në gjendje të shndrohem në të gjitha kafshët e botës. Ja pra, jam i gatshëm të shndrohem me çfarë të duash ti. E gjitha çfarë duhet të bësh është që të zgjedhësh kafshan. Atëherë pa të shohim. Çfarë ide e përsosur? Pse nuk e provon të shndërrohesh në një miush të vogël? Do që të transformohem në një mi? Po, nëse mund t'ja dalësh. Sigurisht që do t'ja dal mbar. E shikon që ja dola mban të shndrohem dhe në një miush? E shoh, dhe pas ke goxharon të shishme. Tani u bëre treza ime. Ke bërë fix gjën e duhur, Dhe kështu, përbindëshi i keq përfundoi ngrënë nga Maçoku me qizme. Nas pa keq. Me një herë pas kësaj, rreth e zeza u zhdukën për t'i lënë vëndjellit. Gjithashtu, migulla që rrethonte kështjellën u venit, ku gjithashtu kishte fshirur bukurinë e peizazhit. Sa rrugë gjatë, megjithatë nuk kam qenë kurrë nga këto anë. Dhe kjo kështjellë e kujt është? Mirë se erdhët në kështjellën e Dukës së Mullirit. Si? Kjo kështjellë mrekullueshme i përket Dukës së Mullirit? Madhëria juaj i përket atij. Nuk kam parë kurrë kështjellë si kjo. Ai Maçoku është të vërtet i manicëm. Mirë se u ktheve në shtëpinë tuaj, zotëri. Ua! Sa gjëra të mira që ka, mezi po pres të ha. Edhe unë. Ishte me pak të që mund të bëja.
Po dëgjoj Maçok, si arritë ta merrni në pronësi të gjithë këtë kështjell? Ishte një truk i vogël zotëri, për ta marrur gjithë këtë më duhej vetëm të kapja një miush kaq të vogël kështu. Një miush? Dhe kështu, djali i vogël i Molligjiut të varfër u bë vërtet duka i mullirit. Dhe pas disa kohësh, ai u martua me princeshën e bukur. Shpirti i tij i thjesht kishte pushtuar zemrën e mbretit, të princeshës dhe të gjithë banorëve. Ndërsa Maçoku me çizme u bë fisnik dhe bujar, duke ndaluar së ndjekur i mint.